e ka posedu syrin e popullit, e ka posedu klanin Pronto, e ka posedu Shikun. E tash, këto 3 grupe ishin organizata kriminale, Drenica Lik po dëshmojnë. Qysh kanë vranë njerëz. A mund të ndodhë kjo koalicion i mundshëm mes Albin Kurtit dhe PDK? Sa mund të ndodhë kja? Nëse këta takora, mund të gjejnë tashmë një marrëveshje, një konsensus? Qëre, mujnë me gjithë marrëveshje, mu pajtu PDK, nëse ka reagua Amerika, në qo se ka reagua Amerika. Qëre tash, për Albini për 6 vite e ka të regu aftësin politike, e ka të regu adhetarizmin, e ka të regu patriotizmin dhe vizionarizmin. 4 partit opozitorës më mujnë me marrë vota së Albini. E tash, Albinin e kemi dhërat nga Perëndia. Albini është simboli kombit shqiptar. Albini është krenaria e kombit shqiptar. Albini është e mira e Kosovës. Jo që po thomone, po figurat më të larta botnore, a kanë thonë, Albini është krenaria është politikani kalit botnor. Edhe e fundit kështu, ende gjutë Reshat Qalaj, pse PDK me u përgjegjën ftesën Albin Kurtit. Kur Albin Kurti po i gëzohet dënimit ashim thaqit, merë me men qëfar idiotizmi, bota e kanë dëgju Albinin në parlament, të piska, të reagu, hashim, mos e voto specialen, ati të me shkue kriminalet e Serbis. Ti nuk dhe kur gjë, du të më pastruhe o që këja. Hashimi të e ka thonë. Tjetra, e fundit, është të vërtet 10 miliona Albini ka dhonë pare qeveris për mbrojtjen e qytyne që po akuzohen atje. Do më thonë, për me mbrojt, e me thonë, s'ka po kur gjë Albini po i gëzohet dënimit ashim thosë, Reshat Qalaj. Nuk është një Reshat Qalaj, jonë shumë politikaj, në kryesin e PDK-s nuk kanë panoram njerëzore. Unë e përshëndes Karabin, e përshëndes Bergatën, e ma shumëti familjarët e dëshmorëve. Mirë, fendej për kohën tuaj, të përshëndesim Zoti Shukri, ty dhe të gjithë shqiptarët, ku do të qeni me neve në DTV Media, presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mbroma. Edhe për ty, mirë se vjen, kush për natret? Beroti për fërëzoj. Mirë se vjen, Zotri Berat, si e sonte? Poj mirë, jo si jeni? Mirë, them të drejtën, gjithmonë karoj mirë me juve. Zotri Berat, a mund të ndodhë koalicioni Lëvizja Vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës? Sa mendoni që mund të dakordohen? Ja, nuk asë ndodhë kur. Nuk mund të ndodhë si pas juve, pse nuk mund të ndodhë? Ja, kjo së mund më ndodhë, se e pora kë gjithherë i ka akuzu, ka shohe, tonat i ka bonve, që kur që tha kë për pora, që ka kë për i ke kë që pa delme kë ploki, kë patrioti që pa del me tesha vesh, që pa del kë pas ka met me vlerësu ashim thoqin ata, e mu po qa që jaset, kë është kë ka përnuën në bankë, edhe e të jagote edhe qatë lukë, ka përnuën në bankë, ka fshi pas rrugë. Mirë, mësë në rridhemi me shqiptozit tjerë. Mirë, po, është e sopi që këta, jo, se kë veqa ka akuzue, e pora, që sen s'ka kontribue, që tash atje janë gjykatë speciale, kur një herë një fjallë se full. E sot me të jomë, nuk kontes me tonë me shku nesër me bisedu me to, absolut heq. Qa dënë të banaj, me ta formën edhe qeverinë, edhe presidentët që kur që pëthujnë, Bedri Homza qëtë rast ka gabu për sot të jemi shumë. Pse ka gabuar Bedri Homza tash, Zotri Berat? Se shumë i ka, po e Bedri Homza po shumë i ka bu, kërab, sjellet kjo i ka bu, në fush shote, shkejke në Zvicër atje, në Gjermani ka shkejke, jo zullum qorë, jo anikneje, shumë sjellet e këqia i ka bu, me këto më konë si Bedri Homza. Është e vështirë, po thua, është e vështirë të bëhet tash koalicioni Lëvizja Vetëvendosje me PDK-n? Ja, shtirë është. Nuk e besoj që... Nuk mund të gjejnë një zhutë të përbashkët për shambull, për qeverisje, për bashkë qeverisje? Ja, shumë problem është. Shumë problem është se kë Bedri Homza e di sigur që kam i thonë siguracione që i ka treguar që unë du me zgjell 2 veta për president, njënin me ma vatu dhe jo, për nëshë besoj që Bedri Homza nuk o të lutë me i qeveria s'kur që pëthujnë.
edhe se lutë dhe jesë, me dhe njeri afton, njeri qyshta ka të dënë, shumë njeri E vlerësoni për të mirë. Tepër, shumë është i mirë, po, që këtë ras ka gabuar që i ka shkuar, që shka nesër Si paseje, nuk duhet të takohet si paseja, Bedri Hamza në Albin Kurtin. Jo, se nuk është kjo e ko veç e di, veç hajtë ta bajtë që ti fajsoj këta, e nesër me përbuqëveri. Të falenderoj zotri Berat, sepse u bën 3 minuta. Të përshëndes shumë nga studio ty dhe të gjithë juve që jeni me neve në DTV Media, pres dikën tjetër në telefon të shumë se kush për në tret në linjën tonë telefonike në Viber në +33 44 90 20 20, është i hapur për të gjithë shqiptarët. Janë mbi 2400 veta duke na shikuar në YouTube. Bëjeni subscribe DTV Media. Mi mbrëma. Mi mbrëma dhe po ju përshëndet Hyzeri nga Austria. Hyzeri, apo mi se vjen zotri Hyzer? Mirë se zjetër. Si po kaloni atje në Austri? Po mirë, po punojnë ndrimin e notës të punue, e të shumë një 2 orë të bëjmë i menën. Do të vini në Kosovën tuaj, e? Po. Mirë se vini në vendinjen tuaj. Zotri Hyzer, çfarë mendon a mund të ndodhë koalicioni Lëvizja Vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës? Çfarë pret që mund të ndodhë tashmë në takimet që do të mbahen? Këto nuk besoj që mund të ndodhë. Kjo vetëm soi ka thjesht so përshtyje faqe se Albin Kurti nuk po don me bo zgjidhje të problemit, po kjo po do zgjidhje. Po do zgjidhje? Po do zgjidhje, nuk po do zgjidhje. Na muna me shku edhe 10 herë zgjidhje, po prap do të mulën në tavolinë me biseduar. Prap do të mulën në tavolinë me biseduar. Ne patëm vitin e kaluar. I patëm këto ngjarje. Ky nuk është i afër me zgjidh problemet e Kosovës, se por ata u bllokuj, ka hasë sharra në gërë, se dërkomtarët pëjthojnë atë marrëveshjen e Orit, edhe të Brukselit mes batuës dhe etnicën. Kërë këtu të shkurt, kjo bëdan, pajtuam në tonë, gjithë pajtuam i Albin Kurtit ja ka dhonë populli për me qeverisë, nuk ja ka dhonë për president, nuk ja ka dhonë 80 vota. Kjo letë e kupton, atërën që se do me bu zgjidhje probleme, letë bë koalicion edhe letë u japet posti presidentit, aja zgjedhën një president kontestual, aja zgjedhën partijak, ato s'ka lidhje. Kryesor me jetë shteti për para, se jemi në gërë që një vit e gjysë, jena blokue, dhe mon krejt bota po qeshin me neve. Me kë mund të bëj koalicion Albin Kurti tashmë zotri Hyzer? Me cilën parti? Albin Kurti, si mendimi jem, mundet me bo me LDK-n edhe me Aleancën. Me LDK-n dhe me Aleancën? Me këto 2 parti? Me këto 2 parti, se vesh me LDK nuk mundet me bo të leshken. Ndërsa, Aleanca 7 vota, ato janë ari janë. Kur ka në natë rashisi një votë, në natë rashisi të ka vleft, e 7 vota, Aleancës nuk ka vleft, kjo është turpit, folë një para falës ma heret. Aleancës ka pëllyp, hej, votës e rashisit është me fort, dhe Aleancës, ha? Këtu jemi na, që është të dojmë zgjidhët problemit, kemi mundësi. Albini nuk po do zgjidhët probleme, po do zgjidhje. Edhe po do me harxhu pare, pa mbolet, edhe s'ke një vit e gjithë jem pa institucione, me ushtruës detyre, me ushtruës gjeverie me këto. E kuptoj zotri Hyzer. Jetë me dituat, e le të bojmë me zgjidhje, jenë nuk shka këto. Se qëre vetëm shamje, fymje, nuk muna me zgjidhë asë gjohë. Sigurisht të kuptoj zotri Hyzer. Të falenderoj shumë dhe njerë për kohën tuaj. Faleminderit të juve, kaloni mirë. Të përshëndesim shumë gjithë të mirat, natën e mirë. Ishte ky Hyzeri, falenderoj atë dhe të gjithë shqiptarët që janë me neve këtu në kanalin tonë DTV Media, si në YouTube e po ashtu edhe në televizor që na shikoni. Jemi kudo në të gjitha platformat televizive shqiptare, në fillim të listës së kanaleve e gjeni DTV Media. Do të vazhdojmë me mendime të tjera, të cilat i kemi këtu në pritje, do të pres telefonatën. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, është koputur telefonata, ndërkohë që do të kemi telefonuesin tjetër në pritje vetëm pas pak në numrin ton të telefonit në 044 90 20 20. Do të shoh komentet të cilat kanë të bëjnë për temën. Linja vazhdon të jetë e hapur për të gjithë juve në Viber në +33 44 90 20 20. Të gjithë ju që nuk e keni regjistruar numrin ton, a mund të ndodhë koalicioni tashmë mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, sa është e mundur kjo të dashur teleshikues?